Në këtë edicion do të ndiqni. Sulmohet seksualisht një 11 vjeçare, i dyshuari është babai i saj. Dita ndërkombëtare e Romëve, kërkohet për më shumë mbështetje institucionale. Avokati Lila, vajzat dhe djemt të drejta të barabarta në trashëgimi. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Nëna dhe vajza e saj mitur kanë raportuar në polici për një sulm seksual që sipas raportimeve të para, i dyshuari është një person i moshës madhore, antar i ngushtë i familjes e që sipas burimeve të mediumit ton, bëhet fjalë për babain e vajzës. Në raportin e policisë bëhet e ditur se në koordinim të plot me prokurorin e shtetit, ai është ndaluar për 48 orë dhe ndaj tij është iniciuar rasti sulmi seksual. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Hereq të komunës së Gjakovës, ku gjatë ditës së djeshme, në stacionin policor në Gjakov, është paraqitur një nën me vajzën e saj të mitur për të raportuar një rast të dyshimit për sulm seksual, ku si i dyshuar është një person i moshës madhore. Zëdhënësja për informim në stacionin policor Vlera Krasniqi, me anë të një raporti ka njoftuar se për të siguruar që e mitura të trajtohet me kujdesin e duhur, ajo është dëgjuar nga njësia rajonale e hetimeve në praninë të zyrtares nga qendra për punë sociale. Tashmë policia e Kosovës ka arritur ta lokalizojë dhe arrestoi të dyshuarin, ku në koordinim të plot me prokurorin e shtetit, i njëjti është ndaluar për 48 orë dhe ndaj tij është iniciuar rasti sulmi seksual. Ndërkaq sipas burimeve të Syrit, bëhet e ditur se i dyshuari për sulm seksual është babai i vajzës. Vajzat dhe djemt kanë të drejtë të barabartë në trashëgimi dhe secili person që thotë ndryshe shkel ligjin. Avokati Fatlik Lila thotë se ndarjen e pasurisë të trashëgimtarët është shumë e qartë sepse këtë specifikojnë ligjet në Kosovë. Vajzat dhe djemt kanë të drejtë të barabartë në trashëgimi dhe këtë e specifikon ligji mbi trashëgimin në Republikën e Kosovës. Fatlik Lila, avokat, u shpreh se trashëgimia rregullohet te noterët me procedurë jashtëkontestimore, ku duhet dërguar një kërkesë te noteri bashkangjitur dokumentacionet e nevojshme. Tani në Kosovë trashëgimia rregullohet te noterët në procedurë jashtëkontestimore edhe mbështetur në ligjin mbi trashëgimin. Çka nënkupton, duhet ushtruar një kërkesë te noteri me ja bashkangjit dokumentacionin e nevojshëm që kërkohet, që është dëshmia vdekjes, certifikata vdekjes, certifikatat e lindjes të gjithë trashëgimtarëve dhe certifikata e pronës dhe xherologarit e mjeteve nëse ka nëpër bankat deponume. Avokati Lila ka bërë të ditur se si ndahen kategoritë për përfitimin e trashëgimisë dhe se pavarësisht gjinisë, të gjithë janë të barabartë në të drejtën e trashëgimisë. Trashëgimtarët kryesor, ligji ka përcaktuar të radhës parë, të radhës dytë, të radhës tretë. Radhës parë janë bashkëshorti, do të thotë gruaja ose burri, edhe të gjithë fëmijët pavarësisht gjinisë. Asnjë dallim, të gjithë e kanë të drejtën e një llojit në trashëgimi të pronës prindve të tyre. Sipas avokatit Lila, ndonse përfitimi i trashëgimisë më herët ka dominuar te gjinia mashkullore, vitet e fundit vetëdijësimi është gjithnjë në rritje dhe të dy gjinit janë të barabarta në përfitim. Kjo qasje më herët ka dominu. Djemt kanë trashëgu, vajzat hiç, ose s'pako a priori kanë hek dorë pranë gjykatës, atëherë nëpër gjykata është rregulluar kjo çështje, edhe të njëjtat veç kur kanë shku me bujt, me najt, edhe s'kanë trashëgu kur gjo për prindve. Kurse vitet e fundit është gjithnjë më aktuale, on rritje e sipër, thëmë edhe shkallet vetëdijësimit, që ata janë fëmijë të barabartë pavarësisht gjinive, me qenë se të dyja palët kontribojnë në atë familje, në përkujdesin e prindve të vetë, edhe me ligje kësaj një të drejtë e cila ka ekzistuar edhe dikur, po tash është një mendësi tjetër, prandaj ne shumica e rasteve të dyja palët barabartë trashëgojnë.
Ndërka që avokati Lila ka bërë të ditur se nëse ndonjëra palë ka kontribut të veçantë në bashkësi familjare, ajo pjesë shkëputet, ndërsa pjesa e trashëguar nga prindërit, që nuk është kontributi tyre, ndahet në pjesë të barabarta. Nëse në njëna prej palëve qoftë, vajza qoftë djali, kanë ne kontribut veçantë në bashkësi familjare, shkëputet aja pjesa trashëgume nga prind e që s'është kontributi ty në dohet barzën të gjitha pjesën. Trashëgimia në Republikën e Kosovës rregullohet qartë me ligj dhe garanton barazi të plotë mes vajzave dhe djemve, ku ndarja bëhet në mënyrë të drejtë, duke respektuar si kontributin individual, ashtu edhe parimin e barazisë gjinore. I gjithë komuniteti rom, 8 prilin e shënon si një kremtim të historisë, traditës dhe kulturës rome. Përmes kësaj dite vazhdimisht synohet në rritje në ndërgjegjësimit mbi sfidat me të cilat përballet komuniteti rom në gjithë vendin. Në ditën ndërkombëtare të Romëve, aktivisti i shoqërisë civile Emra Cermiani, duke folur për traditat dhe kulturën rome, tha se 8 prilli është një ditë që ka vullosur qartësisht vlerat e pasura kulturore të romëve. Një ditë kjo e cila përkujton kongresin e parë të komunitetit rom të mbajtur në vitin 1971, në të cilin kongres janë marrë vendimet të rëndësishëm për çështjen e komunitetit rom, që 8 prilli të njihet si ditë botërore e këtij komuniteti, që është aprovuar flavori i këtij komuniteti, si edhe një prej më të rëndësishmeve vendim të këtij kongresi ishte që komuniteti rom të quhet me emërtimin rom dhe të hedhin poshtë të gjitha emërtimet fyese të cilët ndodhin mbi komunitetin rom ndërkombëtarisht. Aktivisti Cermiani tha se kjo ditë është shumë e rëndësishme ku të gjithë bashkë reflektojmë mbi të arriturat dhe sfidat e komunitetit rom. Vlerësoj që kjo ditë është një ditë e rëndësishme për komunitetin tonë për të reflektuar mbi të arriturat të cilët i korë pothuajse çdo ditë, mirë po edhe një moment i rëndësishëm për të reflektuar edhe mbi sfidat me të cilën ballafaqohen dhe një thirrje ndoshta edhe për gjithë institucionet dhe korin diplomatik të cilën e kemi në Kosovë për të ofruar mbështetjen e tyre dhe përkushtimin e tyre ndaj mbrojtjes së të drejtave të komunitetit rom në institucionet tona. Sfidë sipas Cermianit vazhdon të mbetet numri ulët i të punësuarve në fushat e shërbimeve publike, e për këtë problematik po lobohet vazhdimisht. Tradicionalisht organizojmë aktivitete të ndryshme, në të cilën nuk e anashkalojmë edhe lobimin apo avokimin mbi problematikat apo sfidat që ballafaqohet ky komunitet. Një prej sfidave që vazhdon të ballafaqohet edhe këtë vit është niveli i ulët i punësueshmërisë së këtij komuniteti në fushat kryesisht të shërbimeve publike. Deri më sot nuk kemi ende një pjesëtar të komunitetit rom që është i punësuar në institucione publike komunale dhe kjo ndoshta është edhe një thirrje të cilën vazhdojmë ta potencojmë pothuajse çdo vit, që institucionet tona lokale dhe qendrore të ofrojnë mbështetjen në punësueshmërinë e këtij komuniteti, duke respektuar edhe ligjin për shërbim publik që garanton që së paku 10% të punësuarve të jenë nga radhët e komuniteteve jo shumicë, ku çdo herë në çfarë forme anashkalohet komuniteti rom në punësueshmërinë apo plotësimin e kësaj norme ligjore. Pavarësisht rezultateve të deritanishme, komuniteti rom do të vazhdojë në përpjekjen e tij për aktivizëm, me qëllim që të mbrohet secila e drejtë e këtij komuniteti, shtoi Cermiani. Emra Cermiani zyrtarisht sot është zgjedhur në krye të Komitetit për Komunitetin në Gjakov. Në mbledhjen e parë të mbajtur për këtë vit kalendarik, Cermiani u zgjodh me 6 vota pro, asnjë abstenim dhe asnjë kundër, duke premtuar se do të përpiqet maksimalisht në angazhimin e tij në këtë dikaster konform përgjegjësive që ka. Është mbajtur mbledhja e parë e Komitetit për Komunitetet të Kuvendit të Komunës së Gjakovës për vitin 2026. Shefqet Shehu, kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Gjakovës, pasi falenderoi të pranishmit për pjesëmarrje, bëri të ditur edhe rendin e ditës të planifikuar për trajtim. Pasi që kjo është mbledhja e parë, atëherë më duhet konstatoj se nga 9 anëtar gjithsej, 6 jemi prezent, 2 mungojnë me arsye, ndërsa një tash pritet në bashkangjitet.
Po ashtu më lejoni ti përshëndes edhe përfaqësues të organizatave që janë prezent, i falenderojmë për pjesëmarrjen dhe punën që e bëjnë. Njëherët pa edhe përfaqësues të zyrës për komunitete, që i falenderojmë për pjesëmarrjen dhe për punën që e bëjnë. Marr parasysh se sot e kemi një pikë të rendit të ditës, e cila mendoj që është pika thelbësore, është zgjedhja e kryesuesit në kuadër të këtij komitete për komunitete. Atëherë pa humbur kohë, kisha pas dëshirë që ta dëgjoj zonën e juaj, të marr propozimet për ju, për kë vlerëson ju që duhet që kush duhet të jetë kryesuesi i këtij komiteti. Pres propozime nga ana juaj. Pas votimit në mënyrë unanime me 6 vota pro, asnjë abstenim dhe asnjë kundër, Emrah Cermiani u përzgjodh kryesuesi i Komitetit për Komunitete. Atëherë, në mënyrë unanime me 6 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, zotit Emrah i uroj punë të mbarë në drejtimin e këtij komiteti, i cili konsideroj që është me një vlerë të jashtëzakonshme, me një vlerë të cila domosdoshmërisht i duhet të gjithëve pa përjashtim. Urime për të mbara. I sapo zgjedhuri si kryesuesi i Komitetit për Komunitete, Emrah Cermiani, u shpreh se është fat i mirë që në kuadër të legjislaturës, tashmë komunitetet jo shumicë kanë zërin e tyre në kuadër të asamblesë komunale. Është fat i mirë që në kuadër të kësaj legjislature tashmë komunitetet jo shumicë në komunën e Gjakovës e kanë zonin e tyre në kuadër të asamblesë komunale të Gjakovës, e kanë tashmë të propozuar nën kryetarin për çështjet e komuniteteve dhe besoj që me marrjen e këtij mandati apo kësaj përgjegjësie në kuadër të Komitetit për Komunitete, ky lloj bashkëpunimi ndërsektorial që është shumë i nevojshëm ndaj këtij mekanizmi, pasi që Komiteti për Komunitete është një mekanizëm obligativ për të formuar në kuadër të ligjit të Kosovës. Cermiani tutjeshtoi se për herë të parë komuniteti rom merr udhëheqjen e një mekanizmi siç është Komiteti për Komunitete. Do trajtohen në kuadër të këtij komiteti, do të jenë pikërisht nevojat të cilët burojnë pikërisht nga tereni të cilën ne i kemi. Është fat i mirë që pikërisht sot në kuadër të 8 prillit ditës botërore të komunitetit rom, për herë të parë komuniteti rom merr udhëheqjen e një mekanizmi siç është Komiteti për Komunitete, edhe besoj që gatishmëria ime në këtë rast si kryesues i këtij komiteti, mirë po edhe gjithë kolegëve, nuk do të mungoj për të ofruar bashkëpunim me juve si asamble, pasi që e kemi një qëllim të përbashkët mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të qytetarëve të komunës së Gjakovës. Mbledhja përfundoi me konfirmimin e përkushtimit të komitetit për të përfaqësuar dhe adresuar nevojat e komuniteteve jo shumicë në komunën e Gjakovës, duke premtuar angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të frytshëm. Një shtyllë elektrike vendosur në trotuar dhe makina të parkuara gabimisht janë bërë shqetësim i vazhdueshëm për banorët e një zone në lagjen Mulla Jusuf. Ata thonë se në situatën që aktualisht ndodhen, po ju vështirësohet qarkullimi i këmbësorëve, prandaj kanë kërkuar nga institucionet që të merren me këto problematika. Banorët e rrugës Konferenca e Bujanit, e njohur ndryshe si lagja Mulla Jusuf, po përballen çdo ditë me vështirësi serioze në lëvizje, si pasojë një shtyllë elektrike të vendosur në mes të trotuarit. Kjo pengesë i detyron këmbësorët që të zbresin në rrugë kryesore, duke rrezikuar drejt për drejt sigurinë e tyre, sidomos duke pasur parasysh fluksin e madh të automjeteve në këtë zonë. Qytetari Nazim Uka shpreh i shqetësuar për këtë gjendje, duke theksuar se përditshmëria banorëve është bërë e vështirë dhe e rrezikshme, pasi ata detyrohen të ecin në rrugë përballë qarkullimit të dendur të makinave. Ndoshta me thonë se kjo shtylla për na pengon, edhe udhëtarëve edhe për gjithçka pengon. Patjetër mundet me tërheq ose me pozë të tjera. Përveç shtyllës, situatën e rëndojnë edhe veturat e parkuara në mënyrë të parregullt, të cilat zën hapësirat publike dhe e bën pothuajse të pamundur lëvizjen e lirë për qytetarët.
Edhe këto makina parkojnë shumë keq, na vjen keq, po shumë keq, këto duhet me konë parkimet veçantë për më parkue, jo kështu, se ka keme kaluna rrugës. A kërkoni kontrole më të shpeshta ndaj zyrtarëve policor? Kërkojmë pa tjetër, se ka si venda, s'ka qashëm tu, me morë borën ata në isan, po duhet me gjithë një farë gjithje. Banorët kërkojnë nga institucionet përkatëse që të ndërhyjnë sa më parë në zhvendosjen e shtyllës elektrike dhe lirimin e hapësirave publike, në mënyrë që të sigurohet një qarkullim i lirë dhe i sigurt për të gjithë. Anësorët e urave të cilat u dëmtuan nga përmbytjet e janarit të këtij viti, ende nuk janë sanuar plotësisht në disa zona të qytetit. Edhe pse ato mund të paraqesin rrezik për kalimtarët dhe ngasësit, ato vazhdojnë të mbesin në gjendje në njëjtë dhe komuniteti ende nuk e din se kur do të mund të sanohen ato. Anësorët e dëmtuara të urave vazhdojnë të mbesin një rrezik real për qytetarët, disa muaj pas përmbytjeve të janarit. Në disa zona të qytetit, dëmtimet e anësorëve të urave të shkaktuara nga reshjet e dendura dhe dalja e lumenjve nga shtrati nuk janë sanuar ende plotësisht, duke lënë hapësira të rrezikshme për këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve. Në rrugën Femia Gani, njëra anë e urës vazhdon të jetë pasigurt. Aty është vendosur vetëm një mbajtëse e përkohshme, e cila sipas banorëve nuk është e re, por e njëjta që ka qenë edhe më parë, pa ndonjë ndërhyrje konkrete për përforcimin apo rregullim të qëndrueshëm. Ndërkohë, situata paraqitet edhe më shqetësuese në rrugën Hysen Mehmeti, ku mungojnë plotësisht mbrojtëset anësore. Kjo gjendje rrit ndjeshëm rrezikun për banorët e zonës, por edhe për kalimtarët e rastit, sidomos gjatë orëve të natës apo në kushte të vështira atmosferike. Banorët shprehen të shqetësuar për mungesën e ndërhyrjeve konkrete, duke theksuar se çdo vonesë mund të ketë pasoja serioze. Ata kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më parë për sanimin e plotë të urave dhe garantimin e sigurisë publike. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë po vazhdon të bëjë thirrje operatorëve ekonomik që të respektojnë me përpikmëri vendimin e ri të çmimit të naftës. Çmimi i naftës në bursë ndërkombëtare bie, por sot i njëjti në Kosovë rritet. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në publikimin e saj për çmimet e derivateve ka bërë të ditur se nafta sot ka kushtuar 1.89 euro për litër, kurse benzina 1.46 euro për litër. Çmimi i naftës në bursë ndërkombëtare bie, i njëjti në Kosovë rritet. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në publikimin e saj për çmimet e derivateve ka bërë të ditur se nafta sot ka kushtuar 1.89 euro për litër, kurse benzina 1.46 euro për litër. Referuar këtij postimi, del se çmimi i naftës në Kosovë sot është rritur edhe për 1 cent. Ndërkohë, ekipi ynë edhe sot ka vizituar disa nga pikat të shitjes së derivateve në Xhakov, referuar pamjeve të syrit. Çmimet e derivateve ndryshojnë nga një pikë shitjes në tjetrën, por gjithmonë duke ruajtur listën e çmimeve të publikuara nga Mint. Sot benzina konsumatorëve i është ofruar 1.46 euro për litër, ndërsa nafta nga 1.88 deri në 1.89 euro për litër. Ndërkohë, kryetari i shoqatës së naftëtarëve në Kosovë, Adel Bërjani, në rrjetin e tij social Facebook, ka thënë se nëse situata mbetet e qetë, çmimet mund të vazhdojnë të bien gradualisht dhe vetëm një marrëveshje qëndrueshme dhe afatgjat do të sillte stabilizim të vërtet për tregjet e naftës edhe në Kosovë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Sulmohet seksualisht një 11 vjeçare, i dyshuari është babai i saj.
Dita ndërkombëtare e Romëve, kërkohet për më shumë mbështetje institucionale. Avokati Lila, vajzat dhe djemt të drejta të barabarta në trashëgimi. Këtu mërfun ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.